Limiti e sheh Albën direkt në sy, me një shikim të vendosur dhe të qetë, dhe i thot me një ton që nuk lë vend për keq kuptime: Alba, dëgjo mua mirë. Nuk më mban peng ti mua. Unë jam shpirti i lirë dhe nuk ka askush që mund të më kontrolloj ose më ndaloj të jem vetvetja. Unë nuk kam ardhur këtu për ty, nuk kam ardhur të lidhem me ndonjë presion ose pritshmëri. Unë jam vetvetja dhe çdo gjë që bëj, e bëj për lirinë time dhe për atë që ndjej brenda. Ai merr frymë thellë dhe zëri i tij dridhet pak, jo nga frika, por nga intensiteti i emocioneve që ndjen. Shiko, çdo gjë që kam bërë deri tani ka qenë ndërtuar mbi ndjenja reale. Mbi atë që unë jam. Nuk dua të lëndoj askënd dhe nuk dua që dikush të ndjej se e kam penguar ose kontrolluar. Unë jam përgjegjës për veprimet e mia dhe për mënyrën si i përjetoj gjërat, dhe dua që të kuptohet kjo pa keq kuptime. Unë nuk jam këtu për të bërë dikë tjetër të ndjej faj ose përgjegjësi, sepse kjo nuk është mënyra ime e të jetuarit. Limiti e sheh Albën për të parë reagimin e saj dhe vazhdon: më i qetë por i vendosur. Ti mund të kesh pritshmëri, mund të mendosh që unë duhet të veproj ndryshe, por kjo nuk funksionon kështu. Unë jam i lirë të zgjedh rrugën time, të vendos për ndjenjat e mia dhe për mënyrën se si jetoj jetën time. Nuk ka asnjë pengesë, nuk ka asnjë lidhje që të më kufizoj. E kupton këtë? Unë jam i lirë dhe çdo vendim që marr është zgjedhja ime. Ai bën një pauzë, duke lënë kohë që fjalët të zënë vend në mendjen e Albës, dhe pastaj vazhdon duke treguar se çfarë do të thotë kjo liri për marrëdhënien. Kjo nuk do të thotë se nuk kam respekt ose ndjenja, por do të thotë se nuk mund të lidhem në një mënyrë që më kufizon. Çdo marrëdhënie që kam, çdo lidhje, duhet të jetë mbi respekt dhe mbi zgjedhje të lirë. Nëse nuk e kupton këtë, atëherë do të kemi keq kuptime, sepse unë nuk mund të shndërrohem në dikë që nuk jam vetëm për të kënaqur pritshmëritë e dikujt tjetër. Limiti i afrohet më pranë Albës dhe zëri i tij bëhet më i butë, më i sinqert: unë nuk dua të lëndoj. Nuk dua që të mendosh se kjo është arrogancë ose ftohtësi. Është thjesht mënyra ime e të jetuarit. Shpirti im është i lirë dhe nuk mund të mbahet peng nga askush. Çdo gjë që bëj, çdo zgjedhje që marr, ka të bëjë me atë që jam brenda meje. Nëse e pranon këtë, mund të jemi të qetë me njëri tjetrin. Nëse jo, atëherë duhet të kuptojmë që nuk mund të ndryshoj asgjë për këtë pjesë të qenies sime. Ai merr një frymë të gjatë dhe vazhdon të sqarojë se kjo liri nuk do të thotë mungesë respekti për të tjerët. Liria ime nuk do të thotë se nuk kam ndjenja. Nuk dua të kujdesem, ose nuk dua të jem pjesë e jetës së dikujt tjetër. Do të thotë se çdo veprim im është i ndërgjegjshëm dhe i lirë. Nuk mund të shndërrohem në dikë tjetër për të kënaqur pritshmëritë ose kërkesat e dikujt. Kjo është mënyra ime e të jetuarit dhe nuk mund ta ndryshoj këtë. Ai sheh sytë e Albës dhe e ndjen se fjalët e tij po prekin mendimet dhe ndjenjat e saj. Pastaj vazhdon, më i qetë, por me vendosmëri të pandryshuar: e di që mund të jetë e vështirë të kuptohet, sepse njerëzit shpesh duan të mbajnë dikë pranë, të kenë kontroll mbi zgjedhjet e tij. Por unë nuk jam dikush që mund të mbahet peng. Unë jam vetvetja. Dhe kjo është pjesë e imja që nuk do ta humb askurrë. Kjo është arsyeja pse duhet ta kuptosh dhe ta pranosh, në vend që të përpiqesh të më ndryshosh. Sepse nuk mundesh dhe nuk duhet. Ai mbyll rrëfimin me një ton më të butë dhe të reflektuar: unë dua që çdo gjë të jetë e qartë mes nesh. Nuk ka pengesa, nuk ka pritshmëri të detyruara. Unë jam i lirë, shpirti im është i lirë, dhe çdo gjë që ndodh mbi zgjedhje dhe respekt. Nëse e pranon këtë, atëherë gjithçka mund të jetë e qetë dhe pa tension. Nëse jo, atëherë duhet ta dim që nuk mund të ndryshojmë natyrën e dikujt tjetër. Kjo është ajo që jam, dhe kjo është ajo që nuk mund të ndalet. Ai i lë Albës hapësirë të reagojë, të thotë mendimet dhe ndjenjat e saj, duke e bërë bisedën të dyanshme, të thellë dhe reale. Fjalët e limitit mbeten të qarta, të fuqishme, dhe vendosja e tij për lirinë është e pakthyeshme, por gjithmonë e shoqëruar me respekt dhe sinqeritet.